Mbrojtja e Shqipërisë nga zjarret fillon me përgjegjësinë e gjithë secilit për nesh. Dhe emergjenca më e mirë është ajo që nuk ndodh kurrë. Prandaj kemi forcuar gatishmërinë operacionale në të gjithë strukturën tonë. Kemi garantuar funksionalitetin e mjeteve, rezervat logjistike, pajisjet e ndërhyrjes, komunikimin në terren dhe dislokimin e forcave në zonat me risk më të lartë. Në bashkëpunim me prefektët, bashkitë, Policinë e Shtetit, Forcat e Armatosur dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, kemi ndërtuar një mekanizëm shumë më efikas reagimi se sa vitet e shkuara. Të nderuar, ne dim shumë mirë se përballja me ndryshimet klimatike nuk mjafton këtu vetëm gatishmëria. Duhet modernizim, teknologji dhe investime të vazhdueshme. Fakt është që ne kemi kërkuar dhe kemi rritur financimin vit pas viti për shërbimin zjarfikës. Kemi rritur pagat e efektive, kemi zgjeruar kapacitetet operacionale dhe kemi planifikuar investimin më të madh të viteve të fundit për rinovimin e flotës të zjarfikësve. Plot 130 mjeta të reja zjarfikëse, të cilat do të financohen nga buxheti i shtetit. Si dhe kemi ndërtuar dhe mundësuar ndërtimin e 4 stacione të reja zjarfikëse në Prenjas, Mat, Patos dhe Mirdit. Me aktin normativ të buxhetit 2026 kemi shtuar dhe 227,7 milion lek